Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në puntatën e radhës me një tjetër krye bashkiake, e cila është shumë energjike dhe e përfaqëson shumë denjësisht atë zonë. Zonjën Festime Mjeshtri. Faleminderit Festime që ju kam ju sot dhe do ta bëjmë shumë të bukur këtë puntatë së bashku. Juli, mirë si u gjej. Së pari, shumë faleminderit për ftesën. Në rrugtimin tim politik në vitet e fundit, edhe ti ke qenë një mikesh shumë e mirë, ku kemi konsumuar së bashku biseda për çështje të caktuara. Shumë faleminderit Festa. Në fakt, në përditshmërinë tonë, për te lodhjes kemi dhe ne atë pjesën ku shkëputemi. Çfarë bën Festa jashtë kostumit të kryetarit të bashkisë në një ditë pushimi? Nuk kam ndonjë rutinë të veçantë, me thënë të drejtën. Pi kafen e mëngjesit, gjithmonë e shoqëruar me familjar apo miq. Nuk më pëlqen të ri vetëm, pastaj dita vazhdon të jetë e zakonshme si të gjithë gratë e qytetit të Bulqizës. Ju keni lindur në Ostren, një nga njësitë administrative të Bashkisë Bulqizë, keni lindur dhe jeni rritur aty. Cili është kujtimi juaj më i bukur i fëmijërisë? Mund ta ndash me ne këtë pjesë? Faleminderit që bësolle në vëmendje Ostrenin. Është një zonë e jashtëzakonshme ku ruhen traditat dhe zakonet në këtë zonë. Nga fëmijëria ime kam shumë kujtime, por në atë zonë kanë ngelur po ata njerëz të mrekullueshëm që kanë qenë. Në memorien time ngelen ditët e festave, ku ne hapshim dyert, ku gëzonim dhe festonim së bashku me komshin dhe të afërmit. Në fakt, edhe sot, si kryetare bashkie, unë e respektoj shumë traditën e festave. Shkoj në për familje, i vizitoj ata, edhe kur shkoj në për inspektime, trokas, duke kaluar momente të bukura me familjarët e kësaj zone. Asnjëherë s'shkëputet ajo lidhja me fëmijërinë, janë ato përjetimet bukura që na ngelen dhe na shoqërojnë gjithë jetën. Ju vini dhe nga një përvojë në shëndetësi, drejtuese dhe aty. A ju ka ndihmuar kjo pjesë që ta bëni më mirë atë menaxhimin në njësitë vendore edhe në komunikimin me publikun, sepse keni pasur një marrëdhënie të mëparshme dhe komunikim me pacientët? Po, kam punuar shumë në shëndetësi. Më mungojnë kolegët në radhë të parë. Më mungojnë fushatat informuese dhe edukuese në popullat. Sidomos në periudha të caktuara, fushatat për kancerin e gjirit apo kancerin e qafës së mitrës, ku e kam pasur sfidë me veten, të komunikoj me çdo grua për të bërë kontrollet. Tani dhe të rikthehemi të shkëputemi nga pjesa jashtë të qenurit administratore i qytetit dhe të kthehemi pak te kjo pjesë, fokusi i cili do të jetë fokusi kryesor në këtë bashkëbisedim. Ne e dim të gjithë pra që Bulqiza, pjesën kryesore të ekonomisë së saj, ka ekonominë e kromit. A ka bërë bashkia apo ka projekte për të diversifikuar këtë pjesë të ekonomisë, përveç se të varet nga pjesa e ekonomisë që vjen nga kromi dhe ndihmon ekonominë lokale? Bulqiza nuk varet vetëm nga sektori minerar. Ky është një perceptim i gabuar. Bujqësia dhe blegtoria zën një pjesë të rëndësishme të ekonomisë së zonës. Vitet e fundit po merr edhe turizmi. Janë hapur shumë bujtina, shtëpia pritse, gjithashtu nuk e di nëse keni dëgjuar për Retro Bulqizën. Një projekt që premton shumë vende pune dhe do t'i japi një zhvillim të jashtëzakonshëm kësaj zone. Po ku konsiston ky projekt? Ky projekt është në Bulqizë, ky projekt do të promovohen gjithë produktet e zonës, ku këtu do të punojnë një shoqëri grash. Bravo, sepse promovimi i produkteve të zonës është një nga fushat tona të përgjegjësisë dhe besoj nëpërmjet këtij projekti ju do e konkludoni me sukses. Po pjesa e rentës minerare, me që pyetja vijonte me ekonominë e kromit, a merr mjaftueshëm bashkia Bulqizë të ardhura nga renta minerare dhe a përdoret kjo për investime apo nuk mjafton dhe është në një pjesë të ulët? Interesi im si përfaqësuese e komunitetit të Bulqizës është që të përfitojmë sa më shumë nga pasuria e nën tokës. Sa më shumë përfitime të kemi, aq më shumë investime do të kemi për zonën ku unë menaxhoj bashkinë. Dhe nga renda minerare, siç ke qenë dhe ti ndjeni, ne kemi propozuar në shoqatën e bashkive, por sigurisht duhen shumë element derisa të shkoj
në finalizimin e kësaj gjëje. Po e vërtet, ne kemi ngritur zërin disa herë në takime që kemi pasur për rritjen e rentës, sepse në fakt ekonomi që bashkitë që prodhojnë ekonomi do duhet të përfitojnë më shumë nga renta, sepse përqindja e aplikuar është shumë e ulët. Besojmë dhe shpresojmë që me kërkesën e fundit që jemi drejtuar edhe në funksion të ndryshimeve që do të ketë në fushat e përgjegjësive të pushtetit lokal me ndryshimet e fundit, ta marrin në konsiderat këtë dhe kjo e ardhur të shërbej komuniteteve të cilave ne përfaqësojmë. Ashtu siç ne cituam, jo vetëm të ardhurat nga Kromi, por Bashkia e Bulqisë ka potenciale pafund si në bujqësi, ajo që ju e theksuat në lidhje me projektin e ardhshëm që keni atë të retro bulqizës, që do besoj që fal promovimit tuaj do të ndikoj edhe në ekonominë lokale në bujqësi. Një pjesë tjetër rëndësishme është edhe tradita. Zona e Kollobordës, Ostreni dhe Trebishti njihet për traditën e saj, por shpesh ka vuajtur dhe nga izolimi gjeografik në dimër. Cilët janë ndërhyrjet më emergjente që ju keni ndërmarrë në lidhje, ka pasur probleme kjo zonë që është pak e thellë, po ka një traditë? Sot që ne flasim, nuk kemi asnjë njësi dhe asnjë zonë që mungon izolimi gjeografik. Ne me infrastrukturën rrugore kemi hyrë jo vetëm në njësitë administrative, por në çdo fshat dhe në çdo lagje. Këto janë bërë nga të ardhurat e bashkisë apo? Po, nga të ardhurat e bashkisë, ne përveç infrastrukturës rrugore, ne këtu kemi mbështetur edhe gratë artizane që kanë të ardhura familjare me promovimet që ata i bëjnë vetë. Nëse një mik i juaj nuk ka qenë kurrë në Bulqizë, do të kishte vetëm 24 orë kohë në dispozicion për të shëtitur në Bulqizë, cili do të ishte vendi i parë ku ju do ta çonit dhe do t'i thoshit nuk do ikni nga Bulqiza pa e parë këtë destinacion? Po, kemi pafund zona që duhen parë. Kemi liçenin e Ezi, liçenin e Dhoksit, kemi Ujvarën e Doriçit, por gjithashtu, siç e theksova dhe më parë, kemi bujtina dhe shtëpia pritëse pafund, ku gatuhen ushqime tradicionale shumë të mira të zonës. Po cila është gjëlla më tradicionale e Bulqizës, edhe që ju e doni më shumë dhe edhe gatuani vetë? Faleminderit që më solle në vëmendje ku para disa javësh kishim kampionatin e mundjes dhe gjithë komuniteti i asaj zone kishte ushqime tradicionale të zonës që ata i bëjnë vetë. Dhe unë doja të theksoja këtu byrekun me grosh që unë faktikisht e bëj dhe vetë dhe është tradicionale asaj zone, sarma, baklavaja dhe të gjitha ushqimet ne në atë zonë i gatuim sipas traditës që ne kemi. Ti festa ke një vajzë mrekullueshme që unë kam patur fatin të atakoj, mjeke në profesion, po ajo e ke mësuar ndo pak me këtë zakonin e gatimit tradicional të Bulqizës, i vjen ndosh ndo pak? Po, faktikisht vajza ime është tradicionale, sepse është rritur në këtë lloj mënyre dhe është një anëvise shumë e mirë e gatimeve tradicionale. Në fakt, puna jone e përditshme është e mbushur edhe me takime me qytetarë në çdo hap dhe në çdo kohë, kur ata gjejnë mundësinë të na kontaktojnë. Si e përjeton festa këtë pjesë? E përballon me sukses, besoj? Po, patjetër. Kjo na ndodh të gjithëve. Ne nuk kemi ditë apo pritje në orar në zyrë, ne presim çdo ditë. Nëse një ditë nuk jam unë, është stafi ku priten të gjithë qytetarët dhe marrin përgjigjen për çështjet të caktuara që ata kanë. Pra në bazë të ligjit për informimin publik, ju reagoni edhe brenda 10 ditësh që ligji e ka detyrim ligjor i ktheni përgjigje. Nuk ka pas ankesa që janë adresuar, besoj, për mos reagim nga ana juaj. Jo, çdo qytetar merr përgjigjen në kohë reale. Ju theksuat që Bulqiza nuk është vetëm zonë industriale, por fsheh shumë bukurira natyrore, ashtu siç thatë më parë, si Martaneshi, Zerqani apo liçenet e Dhoksit, dhe ka një bukuri prallore. Si po punon bashkia për të promovuar turizmin në këto zona nëpërmjet hiking apo trekking dhe për të tërhequr vizitorë jo vetëm brenda vendit, po edhe jashtë saj? Përveç zyrës së turizmit që kemi në bashki, që bëjmë organizime dhe aktivitete pafund, ne kemi edhe shoqata që promovojnë të gjithë kulturat, të gjithë punët që bëhen në atë zonë. Po, në fakt, së fundmi është folur shumë për paketën e maleve, një ligj që stimulon edhe njësitë vendore që të kenë një ndër aktivitet në lidhje me faktorët dhe aktorët që do duan që
tokat e tyre të cilat për shumë vite nuk i kanë pajisur me certifikata pronësie të mund t'i shfrytëzojnë dhe të ndërtojnë të ardhmen këtu në këto troje. Bashkia Bulqis paraqet një interes në këtë fushë. Në fakt, sepse ne edhe në takimet dhe tryezat që kemi organizuar, ka pasur interes për bashkinë tuaj. Ç'mund na thot Festa në lidhje me këtë implementim të këtij ligji aty tek juve? Me paketën e maleve kemi pasur shumë interes, shumë aplikime, po ndiqen të gjitha allkat ligjore dhe veçanërisht aplikime janë nga emigrantët dhe ne jemi gati në shqyrtim të kontratave dhe do të kemi projekte shumë interesante. Nëse do të veçonit një projekt madhor për Bulqizën në vitet që vinë, sepse besoj dhe shpresoj shumë që në të ardhmen sërish ju bulqizjakja e dashur e atyre zonave ta përfaqësoni me dinjitet. Cila do të ishte ky projekt që do të donit ta mbyllit me sukses në vitet që vinë? Atëherë projekti që unë kam dëshirë që ta mbërmbyll me sukses është Retro Bulqiza. Që ky projekt do t'jap një ofë të jashtëzakonshëm qytetit, por jo vetëm, gjithë zonës dhe qarkut. Festa, po patjetër që në fillimet e punës has me vështirësi të mëdha. Me cilat vështirësi ka hasur Festa në fillimet e punës saj si administratore e Bashkisë Bulqisë? Këtë do të rendisni si më kryesoret? Në fillimet e punës time, vështirësia më e madhe ishte infrastruktura rrugore. Kur flitet për disa njësi të largta të Bulqisës, ku njerëzit mendohen që kishte humbur shpresa. Por, me investimet që janë bërë nga buxheti i bashkisë, mund të them për rrugën që kemi filluar në hapat e parë, Urra Çeranecit deri tek posta e Viçishtit dhe po vazhdojmë rrugtimin ton deri në Trebisht. Dhe mendoj që kjo ka qenë sfida dhe arritja ime më e madhe. Patjetër që punët dhe sfidat nuk përfundojnë ndonjëherë. Në punën e përditshme tonën hasim vështirësira, por është e rëndësishme kur vendosim prioritetet dhe nëpërmjet prioriteteve bëjmë edhe më të mirën për komunitetet tona. Në fakt, së fundmi është folur shumë edhe për reformën territoriale, për mënyrën e riorganizimit të bashkive në përqarqe. Cili është mendimi i Fesës për këtë pjesë dhe a impaktohet Bashkia Bulqizë me shkrirje me reformën e re? Të flasim për Bashkinë e Bulqizës është një bashki e qëndrueshme, një bashki me identitet, një bashki me industri minerare, një bashki që ka të ardhura dhe ka një numër popullsie goxha të konsiderueshëm për të qëndruar bashki. Pra nuk është nga ato bashkitë që rrezikojnë të shkrihen dhe të bashkangjiten një bashki më të madhe, siç është folur së fundmi që reforma konsiston dhe vjen për shkak se nga performancat e bashkive ka rezultuar që bashkitë e vogla performojnë jo mirë sa bashkitë e mëdha, por unë nuk ndaj këtë mendim, ndaj mendim ndryshe. Megjithatë, besoj dhe shpresoj që edhe Komisioni i Reformës të dëgjojë kërkesat dhe ankesat edhe të qytetarëve, por të shohë mirë edhe atë që ju theksuat si identitetin, potencialin dhe popullsinë që gëlon ato zona dhe Bulqiza të ngelet bashki më vete. Edhe nga dëgjesat publike që janë bërë, i gjithë komuniteti është që kjo bashki të qëndrojë. Sepse ka goxha të ardhura, ka një qëndrueshmëri shumë të mirë që kjo të jetë një bashki e qëndrueshme. Po, patjetër. Besoj që vetëm Bashkia e Klosit rrezikon nga riformatimi i njësive vendore në atë zonë? Ne jemi 4 bashki, dëshira ime është që asnjë bashki të mos shkrihet, të jenë të qëndrueshme të gjitha, sepse banorët kanë nevojë që shërbimet t'u afrohen në qytetet ku ata jetojnë. A ka Festa ndonjë mesazh të fundit për nga podcasti, sepse patjetër që mesazhet e një përfaqësuesi vendor janë pafund çdo ditë në komunikimin e përditshëm. A keni ndonjë mesazh direkt sot për atë komunitet të dashur tuaj? Mesazhi im është punë, disiplinë dhe mund të arrini të jeni në krye të çdo institucioni që nderoni. Edhe patjetër që fal një punë këmbgulse dhe një vullneti ashtu të paktën, siç edhe juve ju karakterizon, besoj që punë shumë mira do përmbyllen edhe për Bashkinë Bulqisë. Shumë faleminderit Festa. Isha shumë e nderuar që ju kisha këtu sot dhe që së bashku mësuan disa nga të fshetat e Bashkisë Bulqisë që edhe nuk i dinim, sepse në memorien ton ajo është e përkufizuar me minierat e kromit. Megjithatë, edhe mua do të më duhet së bashku me miq e shok të vi të vizitoj ato bukuri përrallore të Bulqizës suaj të dashur. Të nderuar
dashamirës dhe ndjekës së podcastit ton. Unë ju falenderoj që ishit sot me ne dhe së bashku me Festimen na dëgjuat për këtë rrëfim të bukur të saj në udhëtimin e nga një përfaqësuese e shëndetësisë si përfaqësuese e sinjësisë vendore Bulqis. Ju faleminderit.